disa fakte mbi matjen e sheqerit në gjak në kushtet e shtëpisë. Këto gjelbërat, që quhen lanceta, duhen ndruar në çdo shtëpi. Është injeksion, kështu që duhen ndruar në çdo shtëpi. Po ashtu, mund të përdorësh alkool, mjafton ta lësh lëkurën të thahet, sepse alkooli, sipas studimeve shkencore, nuk ka efekt në vlerën që ju do të masni. Nëse nuk do të përdorësh alkool, mund të lash duart me ujë me sapun përpara matjes, t'i thash ato mirë dhe më pas të kryesh matjen. Po ashtu, orari i përshtatshëm për të matur sheqerin në gjak është esëll në mëngjes, 2 orë pas ushqimit ose përpara se të flini. Keni kujdes sepse ka vlera të ndryshme për pacientë që nuk vuajnë nga diabeti, pacientë që vuajnë nga diabeti dhe ata që janë në gjendjen e para diabetit, që është si një alarm për të thënë që duhet kesh kujdes me stilin e jetesës, sepse mund të zhvillosh diabet, sidomos ata persona të cilët janë mbi 45 vjeç dhe kanë një familjar me diabet tipi 2.